Kjo është historia e një tregtari koprac dhe një fshatari të ndershëm. Njëherë, një tregtar i vjetër dhe cinik, teksa vërtitej në rrugë për të gjetur dyqan me ushqim të lirë, humbi një trast plot me monedha ari. Brenda kishte 100 monedha ari dhe tregtari ra në një dëshpërim të thellë. Por vendosi që të hapte fjalë që kushdo që e kishte gjetur atë trast, t'ja kthente sa më parë, sepse monedhat ishin me shenjë dhe nëse do t'i përdornin, ai do t'i gjente, dhe nëse nuk e dinin se të kujt ishin, po e tregonte publikisht në mënyrë që t'ja çonin, dhe ai do t'i shpërblente me 20 monedha ari. Pas disa ditësh, një njeri i ndershëm që jetonte në një fshat më afër, kishte gjetur trastën me monedha, e kështu shkoi dhe ja çoi tregtarit. Por duke qenë një koprac i lindur, tregtari në vend që ta falenderonte fshatarin e ndershëm dhe t'i jepte bakshishin që i kishte premtuar, filloi t'i bërtiste, duke akuzuar si ajdut. Fshatari mbeti pa fjalë. Pastaj tregtari shtoi: "Ku e gjete trastën ti? Më thuaj, ku e gjete? Apo ma vodhe mua në treg, teksa unë po flisja me të tjerë." Por fshatari i tha se e kishte gjetur mbi një trung, asgjë më tepër, por nuk e dinte se e kujt ishte. Dhe sa po mori lajmin, erdhi dhe e solli. Por tregtari me sa duket nuk ishte ndërmend që t'i jepte asnjë monedhë dhe vazhdoi t'i bërtiste. Madje i tha se brenda trastës ishin 120 monedha dhe pasi i numëroi, pa se ishin 100, e akuzoi si ajdut. E kështu, fshatari i ofenduar nga prepotenca dhe padrejtësia e tregtarit, ja ktheu me ton, duke mbrojtur dinjitetin e tij, por zënkat mes tyre u bën kaq serioze sa që përfunduan të dy në gjyq. Nga statistikat kemi vënë re që një pjesë për jush që shikoni këto video nuk jeni lidhur me këtë faqe. Do t'i lutesha nëse është e mundur, t'i bëni like faqes, juve nuk ju kushton asgjë. Së bashku veç informohemi më shumë. Kalofshi bukur. Kur mbritën në sallën e gjyqit, tregtari vazhdonte të përsëriste se brenda trastës ishin 120 monedha ari dhe jo 100. E teksa este me duar mbrapa lart e poshtë, përsëriste 120 monedha, 120 monedha. Gjykatësi u kërkoi që të dyve të tregonin versionin e ngjarjes dhe pyeti tregtarin se çfarë kishte ndodhur. E pasi ai i tregoi, i kërkoi fshatarit se ku e kishte gjetur trastën. Pastaj pyeti sërish tregtarin se sa monedha ari kishte humbur në atë trast. Dhe tregtari vazhdoi që t'i thoshte se trasta kishte 120 monedha ari, asnjë më shumë dhe asnjë më pak, veç 120. Gjykatësi u kthye nga fshatari dhe e pyeti: "Sa monedha ari kishte brenda ajo trast që gjetë ti?" Dhe fshatari i ndërgjegjshëm u përgjigj: 100, zotëri, 100. "Ah", tha gjykatësi, "tani e kuptova. Kjo trast nuk është e këtij zotëris tregtar." Tregtari shtangu dhe nuk mund të thoshte dot më asnjë fjalë. Por gjykatësi shtoi: "Askush në këtë gjyq ka denoncuar një trast që ka humbur 100 monedha ari. Ndaj, kjo trast i përket atij që e gjeti, pra fshatarit. Morali i kësaj historisë është që drejtësia dhe ndershmëria gjithmonë fiton. Ju si mendoni? Është e vërtet apo jo? Pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë video.